edhe në 45 vitet e regjimit komunist, qeveria së kohë është treguar shumë e ngurtë, të themi, në dhënien e këtij statusi. Kështu që nuk është se pati ndonjëherë një numër të caktuar fiks pra gjatë kësaj kohe që di numri dëshmorëve, pasi 28 mishi hyri në zhargonin e përditshëm, po ashtu edhe në zhargonin politik, dhe u quajt si një, themi, e dhënë e vërtetuar tashmë që ky është numri i dëshmorëve. Si një shifër e saktë, po. Një shifër, po. Së pari në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë, Ministria e Mbrojtjes ngriti një grup pune dhe hartoi një material, pra një botim për dëshmorët e atë dheut. Sikur se tham, duke përfshirë të gjitha periudhat kohore. Dhe nëse i referohemi këtij botimi, i cili tashmë është i vjetër, sepse u bën 12-13 vjet që është hartuar, numri dëshmorëve është vetëm për periudhën e lançit jepet diku te 7000 e ca, se nuk dua jam duke rrumbullakosur shifrat tani, sepse në thelb në fakt nuk është kjo ajo që është çështja më e rëndësishme, sepse boll janë edhe kaq, nëse do të ishim edhe kaq. Po, më e rëndësishme mbetet fenomeni gjithsesi. Por në këtë numër do të kemi parasysh një gjë, që pikë pari ky komision mblodhi përsëri dokumentacionin, pra unë shpjegova pak përpara që ka patur disa herë lëvizje në për institucione dhe në statusit. Por me rënien e sistemit komunist në vitet 90-91, u ndërpredhe ky proces dhe jo të gjitha bashkitë filluan të dërgojnë dokumentacionin pranë këtij komisioni në Ministrinë e Mbrojtjes, edhe po ashtu jo të gjitha institucionet i përgjigjen apo ju përgjigjen thirrjes së këtij komisioni. Kështu që në 2012 u hartua ky material i parë me këtë 7500 mos gabohem dëshmor, dhe duhet thënë që nga viti 2012 deri sot përsëri komisioni vazhdon punën, pra jo vetëm shpallje, por edhe si thua ridhënie, rikonfirmim statusi në bazë të atyre që janë dhënë më përpara, dhe sot ky numër sipas burimeve jo zyrtare, po të marrë nga organizata përkatëse, pra e familjarëve dëshmorëve të dheut, duhet të jetë diku te 11-12.000 tashmë, pra i konfirmuar. Kështu që